Këshilli i Lartë i Drejtësisë në një mbledhje me dyert të mbyllura vendosi me vota unanime të shkarkojë nga detyra Neritan Tabakun, gjyqtarin e gjykatës së Durrësit, i cili në mënyrë të kundërligjshme nuk ka arsyetuar vendimet e depozituara në sekretarinë e gjykatës, duke mos zbardhur vendimin e dhënë prej tij. Ish-gjyqtari Tabaku nuk zbardhi vendimin që lëri nga burgu Ilir Xhakian të akuzuarin kryesor për vrasjen e Adem Tahirajt, shefin e komisariatit të Shijakut. Edhe këtë herë Tabaku ka injoruar KLD-n duke mos u paraqitur personalisht në mbledhje, por dërgoi për të përfaqësuar avokatin Fasli Çekaj. Çekaj kërkoi pezullim të përkohshëm të procedimit disiplinor në ngarkim të klientit të tij, derisa prokuroria të dërgoi dosjen në gjykat, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga anëtarët e KLD-s, të cilët vendosën shkarkimin e Tabakut. Nëpërmjet një deklarate të shpërndarë për mediat, presidenti Nishani theksoi se është e papranueshme dhe e patolerueshme sjellja e Tabakut, i cili ka diskredituar rënd figurën e gjyqtarit duke pritur imazhin e të gjithë trupës gjyqësore, përpara, gjatë dhe pas inspektimit të bërë ndaj tij. Pak ditë më parë, Tabaku është paraqitur në prokurorinë e përgjithshme, ku i është komunikuar akuza e shpërdorimit të detyrës me pasoja të rënda, dhe se tashmë ai është person nën hetim. Gjatë kontrollit nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë u vërtetua se Tabaku kishte vonuar zbardhjen për 60 dosje në total. Këto vonesa shkonin nga 3 muaj deri në 1 vit e gjysmë. Gjithashtu gjatë mbledhjes, Këshilli i Lartë i Drejtësisë zhvilloi edhe ceremoninë e betimit të gjyqtarit të sapo emëruar Artan Lazaj. Gjatë seancës u konstatua mbarimi i ushtrimit të detyrës së gjyqtares së apelit Vlorë, Sashenka Jonuzi, dhe shpalli vendin vakant të këtë gjykat. Në ambientet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë u vijua më pas me hedhjen e shortit për përzgjedhjen e 8 gjyqtarëve që do të përbëjnë kolegjin zgjedhor.